Tani me që jemi të gjykata, më falni dhe një moment dhe të kaloj të këpytja juaj. Çfarë ndodh tjetër? Irena Gjoku Maneku me 5 mbiemra, ku do gjykohet, do thoni ju tani, me dosje të mbyllur, në kundërshtim me gjithë praktikën e këtij shteti, por me një vendim të sadushit, që në fakt në disa aspekte ja kalon i rens, do të gjykohet në gjykatën e vetë. Keni pa ju apo s'keni pa? Kur një qytetar, kur një gjykatës i Tiranës ka një çështje për cilën gjykohet, në praktikën e drejtësisë shqiptare, një gjykatës nga një qytet tjetër vjen dhe merr dosjen për gjykim. Kurse për Sadushin, Manekun, apo Gjokën, për Sadush Gjokën, Sadush Manekun, Irena duhet gjykohet në gjykatën speciale. Kjo një turp. Pra, nëse Altin Troplini e mbylli në përputhje me ligjin apo jo dosjen Maneku, këte do ta gjykoj gjykata speciale, do ta gjykoj pra konflikti i pastër i interesit. Kjo është, tani vazhdoj me atë. Sa përdjeni, Edi Rama është kërkuar nga të akuzuarit e dosjes që në fillim të vi dishmitar, të thirrët të merret për të, jo dishmitar, por në ndjekje penale. Pse? Pse? Sepse Edi Rama, një pjesë të mirë të teritorit të klubit Partizani, e kishte shndruar në zonë urbane ndërtimi, pa asnjë kërkesë të pronarëve, pa asnjë kërkesë të askujt, përveç se probabilisht të peshkaqenit Olsi Rama, i cili kish vendos të bëj miliardier në tokën e tjetrit. Dhe Edi Rama atë e ka zonuar, si quhet në termin specialist, e ka zonuar në një kohë kur ajo as nuk u ishte kthyer pronarëve dhe as nuk kishin bërë asnjë kërkesë. Është kërkuar nga, me qenë se është thënë, se është Berisha ai që ka firmos zonimin, një histori turpi, pra kjo është e vërteta dhe është thirrë të pyetet Edi Rama. Prisni, çfarë ndodhi mbrapa? Mbrapa Edi Rama dha lejet e ndërtimit të klubi Partizani. Dha kaq lejet, sa them unë. Më vonë, ky e merr vesh se njëri nga pronarët që ka marrë tokë aty dhe që është bashkëndërtues, ishte Jamarbër Maltezi. Dhe tani, pavarësisht se ishte dhënë leja, Këshilli i territorit kishte votuar për lejen e ndërtimit, ky e mban lejen e ndërtimit, nuk e zbardh, përkundrazi, nuk e zbardh. Gjykata e urdhëron ta zbardhë lejen e ndërtimit. Gjykata e urdhëron. Ky nuk zbaton vendimin e gjykatës dhe pas vendimit të gjykatës pronarët fillojnë zhvillimin e zonës. Edi Rama dërgon inspektoriatin e tij dhe bllokon punimin për shumë kohë. Gjykata e dënon Edi Ramën me 320.000 euro dhe ky i paguan nga xhepi i bashkisë, jo nga i veti, të 320.000 euro për dëmin që u kishte krijuar. Pra, Edi Rama është për të ndjek penalisht për këto. Ndërkohë, Dumani, Altin Troplini me Krajnë dhe Melonajnë refuzuan ta thrasin në proces, në hetim. Tani,
Kjo kërkesë, në mënyrë të ligjshme, u paraqit para trupit gjykues, dhe është tjetër kërkesë po. Para trupit gjykues, ata mbajtën një lloj heshtje. Pse mbajtën e din ata, po ata nuk kanë pranuar ta marrin në pyetje Edi Ramën atëherë kur është kërkuar, ta pyesin pse ndryshove destinacionin e zonës së klubit Partizani në një kohë kur nuk ta kish kërkuar njeri, shtyvi, çfarë interesash kishe ti apo vllau i yt, pse e bëre këtë? Nuk e pyetëm pse pasi dhe lejen e ndërtimit e anullove kur more vesh se ishte jam arbër maltezi, apo pse anullove, çfarë të shtyvi ty të anullosh, dhe tjetër, pse nuk zbatove vendimin e gjykatës, por gjobite bashkin me 300.000 euro. Të gjitha këto janë në dosjet të dokumentuara, të provuara, të faktuara. Tani, do vendos gjykata, do e thrasin apo jo Edi Ramën, i cili është autori i absolutisht i ndryshimit të destinacionit në të gjitha rastet dhe të çdo centimetri katror të atij trulli. Nëse gjykata pranon që Rama të thirret si dëshmitar, do jeni ju në atë seancë, zoti Berisha, marr parasysh faktin që ju nuk jeni paraqiten me avokat. Po më thirri gjykata, do shkoj me kënaqësi. Dhe t'ja bëj, e merri vesh se ta bëj Edi Ramën aty. Le të vi, po të doj. Le të vi. Dhe me tjetë me kamera, ta shojnë të gjithë shqiptarë. Të dalim të ballafaqohemi. Po s'vjen ai. Ai nuk vjen, këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën, unë e vlerësoj, atë do shkoj pa tjetër. Edhe fakti nuk më kanë thirrë, se po të trasi shkoj, nuk kam problem. Se atje, s'kam asnjë lloj tjetër. Këto ishin për sot. Mirë, seriali tjetër është seriali Dumani. Po ne paraqit me publicitet, mund na thuash diçka para praktikë? Po është rregull që gjërat anoncohen, duhet bëj transparencë. Seriali Dumani është edhe ai një serial i veçantë. Tani, nëse do kemi një serial Dumani, a e konsideroni të përfunduar serialin Gjoka? Seriali Gjoka u mbyll, sepse serialin Gjoka do ta çojnë ta gjykojnë tek gjykata e vet, se gjykata nuk shkon, nuk ndodh kur që njëjta gjykatë të gjykojë personin, por ky është urdhri i Sadush Gjoks, edhe s'kan që bëjnë. Këta kështu janë. Ju gjykoni që kjo do të ndodhte njëjtën me thirrjen e kolegjeve të bashkuara? Jo, ajo ka ndodhur, e ka dhënë te udhëzimaj, e ka lëshu kur ja kanë kërkuar. Kurse këtë aja përdor, e di si e përdor gjykatën ai si kuzhinë. Si kuzhinë vetën. Po, mirë. Mirë u pafshim.